Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në fillim të një serie të re përkthimesh në lëndën e historisë sërish, vetëse në këtë rast, ndërkohë që kemi trajtuar më herët gjëra që kanë të bëjnë me historinë e Islamit dhe muslimanëve, në këtë rast do të trajtojmë gjëra që kanë të bëjnë me historinë e popujve të tjerë. Dhe si referencë kemi marrë një libër i cili titullohet Mawsu'atu Tarikh al-Adyan, që do thotë enciklopedia e historisë së feve, e përgatitur nga dy autor kryesor, Abdurrazak el-Ali dhe Mahmud Munqadh el-Hashimi. Libri është me 5 vëllime, ky që pat ishte vëllimi i parë, shtëpia botuese i quhet Dar Alauddin dhe përkthimi ka filluar në nëntor të vitit 2025. Pa humbur kohë, vazhdojmë me hyrjen që ka përgatitur autori. Muqaddimatul Muharrir طالما داعبت خيالي فكرة كتابة موسوعة ميسرة في تاريخ الأديان تعرض أديان الثقافات الإنسانية المتعاقبة أو بالأحرى الثقافة الإنسانية في أطوارها المتعاقبة إذ لا وجود في اعتقادي لثقافات مختلفة بل ثقافة واحدة. Prej kohësh, imagjinatën time e ka përkëdhelur ideja e shkrimit të një enciklopedie të thjeshtuar mbi historinë e feve, e cila do të paraqiste fetë dhe kulturave njerëzore që janë pasuar ndër shekuj, ose më saktë, kulturën njerëzore në fazat e saj të njëpasnjëshme, sepse sipas bindjes sime nuk ekzistojnë kultura të ndryshme, por një kulturë e vetme. Komenti që mund të bëj nga ana ime në lidhje me këtë paragraf të hyrjes është që personalisht bie dakord me autorin pjesërisht, pra që disa prej shumicën, mund të them, të feve të botës mund t'i trajtojmë si një kulturë e vetme, pra që ka një thelb të përbashkët, por se që degëzohet në pjesë më të vogla. Por nuk bie dakord në aspektin që të quhet e gjitha një kulturë e vetme. Për arsye se personalisht preferoj klasifikimin e njerëzimit në besimet e tyre përkatëse të çdo populli si besime politeiste, monoteiste dhe ateiste. Secilën prej këtyre unë i quaj një besim më vete dhe secila prej këtyre mund të degëzohet për shembull në ndarje më të vogla. Por ama në thelb kanë këtë të përbashkët që ose besojnë në një të adhuruar, ose në shumë, pra kur themi shumë, më shumë se një, ose në asnjë. Për këtë arsye mundet që disa kultura t'i përmbledhim dhe t'i konsiderojmë si një kulturë e vetme. Më pas, وما الاختلاف الذي تبديه الثقافات الإنسانية أو أديانها التي تشكل لبابها وجوهر تميزها إلا انعكاسا لحركة الثقافة الواحدة في تفتحها التدريجي وإبداعها الذاتي الدائم وحركتها عبر الزمان واختلاف البيئة والمكان. Dhe ndryshimi që shfaqin kulturat njerëzore apo fetë e tyre, që përbëjnë thelbin dhe esencën e veçantisë së tyre, nuk është veçse pasqyrimi i lëvizjes së një kulture të vetme në çeljen e saj graduale, në krijimtarinë e saj të përhershme vetjake dhe në lëvizjen e saj përmes kohës, si dhe ndryshimin e mjedisit dhe të vendit. ولكن كلما تقدم عهد تلك الفكرة عندي وتقدمت وازداد اطلاعي على دين البشر
والتأمل فيه تبين لي أكثر فأكثر صعوبة تلك المهمة البروميثية يقوم بها فرد واحد في عصر انفجار المعلومات الذي نعيشه. كانت النظريات في الماضي تتقدم المعلومات وتوجه القائمين على تحصيلها. Mirë po, sa më shumë që kalonte koha nga lindja e kësaj ideje tek unë, dhe sa më tepër që thellohej njohja dhe reflektimi im mbi fenë e njerëzimit, aq më qartë bëhej për mua vështirësia e kësaj detyre prometeike, që do të duhej të përmbushte një individ i vetëm në epokën e shpërthimit të informacionit që po jetojmë. Në të kaluarën, teoritë i paraprinin informacionit dhe i orientonin ata që merreshin me mbledhjen e tij. أما الآن فإن النظرية تلهث وراء المعلومات ويجد الباحث نفسه عاجزا عن رمي شبكته منفردا في القاع المعلوماتي العميق مدعيا مقدرته على الإحاطة كما في الماضي بكل جوانب الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه. Ndërsa sot teoria vrapon pas informacionit dhe studiuesi e gjen veten të paaftë të hedhë i vetëm rrjetën e tij në thellësinë e madhe informacionale, duke pretenduar si dikur se mund të përfshijë të gjitha aspektet e fushës së dijes së cilës i përket. Inni antami ila jins sharafa ala al-inqirad min al-bahithin ash-shumuliyin alladhina la yanzuruna ila al-juz' إلا في علاقته بالكل الموحد ولا يقنعون في معالجة مادتهم المعلوماتية إلا بدراسة أفقية وعمودية محيطية تضيء كل جوانب الموضوع وتنتخذ فيها كل معلومات معناها من السياق العام للمعنى الإجمالي. Unë i përkas një brezi studiuesish, gjithëpërfshirës që është pranzhdukjes. Studiues që nuk e shohin pjesën veçse në lidhjen e saj me tërësinë unifikuar, dhe që në trajtimin e materialit të tyre informativ nuk kënaqen me asgjë më pak se një studim horizontal dhe vertikal, rrethues i cili ndriçon të gjitha anët e temës dhe në të cilin çdo informacion e merr kuptimin e vet nga konteksti i përgjithshëm i domethënies së përgjithshme. Autori ka për qëllim të thojë me këto paragrafe që po trajtojmë që dëshiron që për një lëndë të vetme të përfshijë brenda një materiali të gjithë morinë e informacioneve që qarkullojnë në lidhje me atë çështje. Për shembull, nëse jemi në temën e historisë së feve, dëshiron që t'i përfshijë të gjitha fet dhe të gjitha gjërat më kryesore që janë në këtë lëndë. Ndërkohë, mundet që shumë autor të kenë shkruar gjëra ose materiale që trajtojnë një pjesë të kësaj lënde. Ky është edhe karakteri i enciklopedive, që duhet të jenë sa më gjithëpërfshirëse në atë lëndë ose atë gjë që ato trajtojnë, që kanë thelbin e tyre. Dhe kjo lloj filozofie e autorit përputhet plotësisht edhe me mënyrën time të trajtimit të gjërave dhe e vlerësoj shumë këtë që ai thot, pra që siç e kemi shprehur më herët, dëshirojmë që në çdo lëndë të kemi mundësisht një libër të vetëm, pavarësisht se shumë shpesh nuk realizojmë dot të gjë, por se të kemi një libër të vetëm në formë enciklopedie që t'i përfshijë të gjitha ato informacione që ne dëshirojmë mbi ato lëndë. Dhe për çdo rast t'i referohemi atij libri në atë kapitull apo nën kapitull apo temë apo paragraf përkatës që na jep atë informacion që ne kërkojmë. Pra që të jetë diçka gjithëpërfshirëse, të gjitha gjërat të gjenden brenda një vendi, po thjesht të dish se ku ti kërkosh sipas një rregulli të caktuar. Dhe ky është edhe parimi që kemi folur më herët, që të kemi sa më pak libra, por që të përfshin sa më shumë gjëra. Më pas, ونحن في مقابل الحذر العلمي المعتدل الذي ينادي به المتخصصون في حقول ضيقة
نغامر بطرح نظريات وفرضيات تفسر وتربط ولكنها في الوقت نفسه مفتوحة على النقد وحتى على الدحض لا يهم المهم هو أن لا نتوقف عن التفكير. Përballë kujdesit shkencor të moderuar që predikohet nga specialistët e fushave të ngushta, ne guxojmë të parashtrojmë teori dhe hipoteza që shpjegojnë dhe lidhin, por që njëkohësisht mbeten të hapura ndaj kritikës, madje edhe ndaj rrëzimit. Nuk ka rëndësi, e rëndësishme është të mos ndalemi së menduari. Këtu duhet theksojmë që autori ka për qëllim të thojë të mos ndalemi së menduari në ato çështje të cilat konsiderojmë që do të na sjellin dobi ose do të na ruajnë nga ndonjë dëm i caktuar, dhe jo thjesht të mos ndalemi së menduari për argëtim, pra ka për qëllim dobit. Walakinnani fil waqti nafsi ala darajatin min al waqi'iyya taj'aluni u'minu bi anna mawsu'atan fi tarikh al adyan اليوم لن تؤدي مهمتها إلا بتعاون وتضافر الجهود ومساهمة الاختصاصيين في تلك الحقول الضيقة رغم ما يحمله ذلك كله من اختلاف في المواقف والآراء يفقد العمل الكثير من التناغم والتجانس الذي يميز عمل المؤلف الواحد. Megjithatë, njëkohësisht kam një shkallë realizmi që më bën të besoj se një enciklopedi mbi historinë e feve sot nuk mund të përmbush misionin e saj veçse përmes bashkëpunimit dhe ndërthurjes së përpjekjeve, si dhe përmes kontributit të specialistëve në ato fusha të ngushta, pavarësisht nga ndryshimet në qëndrime dhe mendime që kjo sjell, dhe që i heqin veprës një pjesë të konsiderueshme të harmonisë dhe homogenitetit që karakterizon punën e një autori të vetëm. Pra ka për qëllim autori që në momentin që mblidhen shumë autor dhe trajtojnë të njëjtën çështje, mundet që stili i tyre të jetë i ndryshëm, mënyra e tyre trajtimit të gjërave të jetë i ndryshëm, mënyra e tyre të shprehurit të gjërave të jetë i ndryshme, dhe mundet që në momentin që lexuesi i lexon pjesë të ndryshme të punuara nga autor të ndryshëm, ti tingëllojë si diçka jo homogjene, si diçka jo dhe aq e natyrshme, pra të stonoj në një farë mënyre. Ndërsa kur një autor i vetëm e trajton nga fillimi deri në fund një çështje, atëherë do të thotë që stili vazhdon të jetë zakonisht i njëjtë ose i përafërt. Dhe kjo mund t'i tingëllojë lexuesit si më e këndshme për dëgjim ose për lexim. Megjithatë, ai ka për qëllim të thojë që një gjë e tillë nuk mund të arrihet kur tema bëhet shumë e madhe, përveç se duke bashkëpunuar një grup autorësh që secili të mbulojë atë gjë për të cilën ka më shumë aftësi. Më pas, وهذا ما شرعت به الآن لقد ضحيت بالمنظور الشمولي الواحد لصالح التعددية وبالنظرية الموحدة لصالح تجاذب الأفكار في حلبة مفتوحة. Kjo është ajo që kam nisur tani, kam sakrifikuar këndvështrimin e vetëm gjithëpërfshirës në favor të pluralizmit dhe teorinë e unifikuar në favor të përplasjes së ideve në një arenë të hapur. Më pas, تقع موسوعتنا هذه في نقطة الوسط بين ما يشبه القواميس من المؤلفات التي صدرت في مجلد واحد ترجم بعضها إلى العربية وبين الموسوعة المحيطة التي تقدم كل شيء تقريبا. Kjo enciklopedia jona zë një pozicion të ndërmjetëm midis veprave që i ngjajnë fjalorëve, të botuara në një vëllim të vetëm, disa prej së cilave janë përkthyer në arabisht dhe enciklopedive gjithëpërfshirëse që ofrojnë pothuajse gjithçka. ولدينا عنها حتى الآن نموذج واحد فقط هو موسوعة الأديان التي صدرت عن دار ماكيلان عام 1987 في 16 مجلدا ضخمة أشرف على تحريرها
ميرسيا إلياد وساهم في كتابة موادها لا عشرات الباحثين بل المئات منهم من كل أنحاء العالم. Deri më tani kemi vetëm një shembull të këtij lloji, që është Enciklopedia e Feve, e botuar nga shtëpia botuese Macmillan në vitin 1987 në 16 vëllime të mëdha, redaktimi i së cilës u drejtua nga Mircea Eliade, ndërsa në hartimin e materialeve të saj kontribuan jo dhjetra, por një qindra studiues nga të gjitha anët e botës. Më pas, من هنا يمكن وصف موسوعتنا بالمختصرة لأنها لن تتوقف إلا عند المحطات المهمة في تاريخ الأديان، فالاختصار هنا لا يعني الاقتضاب وإنما الاقتصاد، وسوف تنال كل محطة تتوقف عندها حظها الوافي بما يتناسب مع أهميتها ووسع انتشارها ودوام أثرها. Nga kjo pikpamje, enciklopedia jon mund të përshkruhet si e përmbledhur, sepse ajo ndalet vetëm te nyjet më të rëndësishme në historinë e feve. Këtu përmbledhja nuk nënkupton shkurtim të tepruar, por ekonomi në përzgjedhje. Çdo etapë ku ndalet enciklopedia do të marrë trajtimin e duhur në përpjesëtim me rëndësinë e saj, shtrirjen e ndikimit dhe qëndrueshmërinë e gjurmës që ka lënë. ولقد عمدت إلى جمع مواد الموسوعة من عدد متنوع من المراجع الموسوعية والمتخصصة، منتبعا في اختيار كل مادة معيار المستوى العلمي وبساطة التناول وحسن التوصيل، مع التضحية أحيانا بهذا الجانب على حساب الآخر، لأن الموسوعة موجهة إلى أوسع شريحة ممكنة من القراء، قد تتفاوت عناصرها من طلاب وأساتذة الدراسات العليا إلى القارئ العادي غير المتخصص والراغب في الاطلاع. Materialet e enciklopedisë janë mbledhur nga një numër i larmishëm burimesh enciklopedike dhe të specializuara, duke ndjekur në përzgjedhjen e çdo zëri kriterin e nivelit shkencor, thjeshtësinë e trajtimit dhe qartësinë e paraqitjes. Ndonjëherë është bërë sakrificë e njërit aspekt në favor të tjetrit, pasi enciklopedia u drejtohet shtresës më të gjerë të mundshme të lexuesve, të cilët variojnë nga student dhe pedagog të studimeve pas universitare deri te lexuesi i zakonshëm, jo specialist, por i interesuar për tu informuar. ولا شك في أن إرضاء كل الفئات أمر يصعب بلوغه، ولكن يمكن مقاربته، فقد يجد القارئ غير المتخصص في بعض الموضوعات صعوبة، وقد يجد المتخصص في بعضها الآخر تبسيطا، ولكن لا بد مما ليس منه بد، والكمال صفة لا تنتمي إلى عالم الإنسان. Padyshim, kënaqja e të gjitha kategorive është e vështirë për t'u arritur plotësisht, por mund të afrohet. Lexuesi jo specialist mund të hasë vështirësi në disa tema, ndërsa specialisti mund të gjejë thjeshtim në disa të tjera. Megjithatë, kjo është e pashmangshme sepse përsosmëria nuk është tipar i botës njerëzore. ومع تعدد المساهمين في مواد الموسوعة، حرصت أيضا على تعدد المترجمين الذين عهدت إليهم بالمادة، كل حسب ميوله وخلفيته ومزاجه، وقدمت إليهم ما استطعت من مشورة وتعاون خليق
بأن يجعل من موسوعتنا ثمرة تضافد جمهورة من الباحثين الكبار والمترجمين الأكفى الذين عملوا معي بداعي المسؤولية العلمية والرغبة في رؤية هذا العمل مطبوعا ومنشورا على أوسع نطاق. Me qenë se kontribuesit në materialet e enciklopedisë janë të shumtë, është bërë gjithashtu kujdes që të ketë edhe një larmi përkthyesish, secilit prej së cilëve i është besuar materiali sipas prirjeve, formimit dhe temperamentit të tij. Atyre u është ofruar sa ka qenë mundur këshill dhe bashkëpunim në mënyrë që enciklopedia jonë të jetë fryt i përpjekjes së përbashkët të një grupi studiuesish të shquar dhe përkthyesish të aftë, të cilët kanë punuar me mua të udhëhequr nga përgjegjësia shkencore dhe dëshira për ta parë këtë vepër të botuar dhe të shpërndarë në një rreth sa më të gjerë. Këtu përfundon hyrja që ka paraqitur autori dhe në vazhdim do të trajtojmë temat përkatëse të secilës pjesë. I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like dhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.